Në prag të mbledhjes konstituive të Kuvendit të Kosovës, qytetarët Ferizajas kanë mendime të ndryshme lidhur me zgjedhjen e kryeparlamentarit dhe formimin e qeverisë. Ata thonë se institucionet e vendit duhet të formohen sa më shpejt në mënyrë që vendi të mos ketë bllokat si në zgjedhjet e kaluara nacionale. Votat i kanë marrën edhe duhet patjetër me fitue tash mu formue qeveria edhe me hec puna pak ma marë. Dhe tash ka shku që shdohet, po besojmë se tash pistashtit ka me shku pak ma mirë edhe inshallah fitojnë ata shka meritojnë. Zgjedhjet e kalume që kenë gjysmë viti, 6 muaj kemi qenë pa shtet. E tash sigurisht pak ju ka rënë në që duhet me punu, e besoj që ka me konë në rregull. Vëllai ka gjasa edhe si vjetë që është mësë më bëkur që. Si shifë diqysh në konë rregull puna. Unë që ditë në më një gjanë, kush i ka votat ma te për shka ta shti me mojtën henez, mledhe sen. Aj që i ka votat, ati popli ka dhonë që ato do të më njëhe, këto e dinë edhe hësia e Kosovës ketë, për shka me quë pazare, ja, po del kjo aneje, po jenë qeveri, je në parti, cilla parti ka votat ma shumë, që so e pja, i dinë të më mirë se nata, po që ashtë në sistemi duhet me vazhdojnë. Duhet mu zgjedhë, asgjet nuk përdim, vëj duhet mu zgjedhë. Te kur këtë popël majnë me në ato manë këto anej, jenë të vujtë gjinje, vëllaj së është regëll. Ata të shtyën për shkom për pare, shtyën me zeti, jo përbona me këto, përbona me ato, nuk e kanë mirë. Duhet mu bon pa mërë presë se që shke, mi zhjithë matë mirët, me dhohes matë mirët, edhe në ashta bëtë ma mirë për neve, mas mirë të që mendimi jam është. Qose nuk e marrin ata ka më blokua petë, e nuk shkon mirë. Me gjithë se e përvumë ta, përvumë thashen, për më Heradini, për më Mustafën, e nështë e shallah që 17 vjetë gjanë së bu, kërësuar i kanë marrë në qafë punëtorët. Sa fabrike, unë kumë punu në Amistadek, si vëzdes kemë punë, aty, sëtë kur gjanë është me 150 herë, 40 vjetë punë, si përmarit i shqitën, 12.000 punëtori ka postë, kanë vetë në përsa ka që gjinja, edhe kur gjëha ishë. Vend se me bo dishka me prodhu, dishka për shemë, me marunja fabrike, dishka për shemë për me bo edhe me punësu punë popli. Shetërit, vitu se qitë sa ka që, s'ka. Me kom me punësu kretë dishka bohë dishka. Punë në një njeri, 200 herë, i mon 7 rëbë, veç boksu një njën se jotër se. Në seancën e nesërme të Kuvendit të Kosovës, janë parapar 3 pika të rendit të ditës, ajo e formimit të komisionit të përkohshëm për verifikimin e korumit dhe të mandateve të deputetëve, dhënia e betimit të deputetëve dhe zgjedhja e kryetarit të Kuvendit dhe nënkryetarëve të Kuvendit.